Nuk e kom besu hoqë, thot, pse vje puna kështu. Ishan në atë forcën, atë energjin e punës edhe aktivitetit, edhe fëmija u rriqin, u knaqësha me ta, knasi e madhe. Por nuk e kom dit, pse vjen kjo dit edhe mbes pa fëmi. Inna alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa sayyiati a'malina, من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. E falenderojmë Allahun në madhruar, e falenderojmë ati cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, e falenderojmë, e madhrojmë çdo herë, i përulemi çdo herë me përuljen më meritore, të cilën e meriton vetëm Allahu fuqi plot, sepse vetëm atij i takon përulja, vetëm atij i takon falënderimi, vetëm atij xhella xhelalu i takon madhria, tek ai do të kthehemi, do të japim llogari dhe shpresojmë mëshirën dhe faljen e tij xhella xhelalu. Prandaj i lavdëruar e i falendëruar është Allahu çdo herë për çdo frym tonën deri në momentet tona të fundit kësaj bote. Prandaj duhet jemi mirënjohës çdo herë, në çdo çast ndaj krijuesit ton, i cili na dha edhe një mundësi që të afrohemi me ta përmes punëve dhe veprave të mira, me cilat ai xhella xhelalu na obligoi. Prandaj falënderimet, madhrimet, për uljet në nështrimet tona i takojnë vetëm Allahut dhe nuk duhet ndalemi asnjëherë nga përjetimi i tillë dhe nga të shprehurit e tillë deri në frymat tona të fundit. Sepse Allahu thot në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." E ti madhro Allahun, adhuroje Allahun, nënshtroju Allahut, përulju atij xhella xhelalu. Deri kur? Deri në momentet e fundit, deri sa të vjen vdekja. Mos të mashtron kur gjë tjetër. Sepse të dashur vëllezër, pasuria e vërtet nuk është ajo pasuri të cilën ne e kemi, e zotrojmë. Pasuria e vërtet është ajo me cilën ne do të largohemi prej kësaj bote dhe do ta marrim me vete. Ajo është pasuria e vërtet e cila neve do të na dërgon me lejen e tij xhella xhelalu drejt kënaqësisë së tij. Çdo pasuri tjetër ne do ta lëmë këtë botë, çka do të qoftë ajo, sado që kemi derdh mund e djers. Dëshmoj bindshëm, për ulshëm, se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu xhella xhelalu, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Të dashur të nderuar vëllezër, Allahu fuqiplot na thirri shpesh në shumë ajete kuranore që të shpejtojmë drejt tij, shpejtojmë aty ku është mirësia, të largohemi prej asaj që e hidhron Zotin, dhe ato jo një herë njaft ditën e xhumë, jo 5 kohë namaz, po në çdo sekond. Amo në çdo sekond, sepse siç kemi thonë dhe siç e din besimtari dhe siç është pjesë e besimit ton të paluhatshëm në Allahun xhella xhelalu, se çdo moment i yni duhet të jetë adhurim për ulje në nështrim ndaj Zotit fuqiplot. Dhe ndryshe, edhe kur mahnitem me njëri tjetrin,
dhe më thonë edhe ajo është adhurim kur ne mahitemi me njëri tjetrin, para mendoje, pa e lëndu njëri tjetrin. Jo me prapaskena, jo me prapavija, jo me nënçmime. Kur ne edhe atëherë kemi shpërblim të Allah. E paramendo kur ne angazhohemi dhe e marrim seriozisht atë çka është para neve. Prandaj jeta shumë e shkurt, mesazhet e Allahu xhella xhelalu janë shumë qarta dhe jeta nuk po ndalet, e ajo çka po ndodh është se ne po afrohemi drejt asaj që Allahu ka premtuar se çdo kush do ta shijon vdekjen. Por me shfrytzu dunjan është sendi më i mirë i një besimtari, sepse njeriu sa të është në këtë botë shpeshherë është i pakujdesshëm ndaj asaj që ka e pret, përderisa kur t'i del shpirti atëherë zgjohet, por çdo gjë ka marrë fund. Çdo gjë ka marrë fund. Edhe nuk ka më. Allahu fuqiplot thret në një ajet kuranor për mirësitë e tij xhelle xhelalu. Allahu thot sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardi u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Garani, shpejtoni, ngutuni. Po thot Allahu, ngutuni, mos u ndalni, shpejtoni drejt kuj? Drejt faljes së Zotit të juaj. Në falje të Zotit të juaj dhe drejt xhenetit, thot Allahu fuqiplot, gjërësia e të cilit është sa qielli me tokën. Për kënë është kjo? Allahu po na thot se kjo është e përgatitur. Xheneti, falja dhe xheneti janë përgatitur për ata të cilët e kanë besuar, e besojnë Allahun fuqiplot dhe pejgambert e tij. Allahun fuqiplot dhe pejgambert e tij. Dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është mirësi që Allahu jep kujt don. Wallahu dhul fadlil azim. E Allahu është ai i cili posedon mirësitë dhe askush tjetër. Pik. Allahu është posedues i mirësive, askush tjetër. Çkado që t'japi njerëz nuk kanë mundësi me ta dhënë ato që t'a jep Allahu. Sado që mundohen njerëz me të dhënë nuk kanë mundësi, sepse nesër kanë me ta përmend. Përderisa Allahu s'ta përmend kurrë, përkundrazi veç të shtot mirat, sepse është natyra e njerëzve e tillë. Prandaj shpejtimi drejt Allahut është prej cilësive të besimtarit, sepse vetëm Allahu është ai i cili jep mirësitë pafundme. Allahu fuqiplot të dashur vëllezër, në një ajet tjetër në surën Ali Imran, ajeti 133 thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Shpejtoni, ngutuni o besimtar, o ju cilët ma keni dhënë besën, ngutuni bre, mos u ndalni. Për ku? Për në xhenetin, po thot Allahu, në faljen ila maghfiratin min rabbikum, në faljen që do ta përjetoni nga Zoti i juaj xhelle xhelalu. Dhe xhenetin për cilin secili besimtare ka ëndër me shiju edhe me hyn ta. E gjërësia cilit është sa qiejt me tokën. Për kënë është kjo, po thotë Allahu po na tregon, aty tha për ata cilët e kanë besuar Allahun dhe të dërguarit e tij. Allahu thashtu po thotë: "U'iddat lil muttaqin", është përgatit krejt kjo për kënë, për ata të devotshmit. Ata cilët janë rujt, ata cilët kanë qenë kujdesshëm në jetën e tyre. Pejgamberi sallallahu ka thonë, halali është i qartë, harami është i qartë. Në mes këtyne dyjave ka gjona të dyshimta. Dietarët islam kanë thonë se ai i cili ruhet prej gjonave të dyshimta, e që nga një herë neve nuk në doget fort interesant, edhe nuk i këshyrim gjonat fort, edhe thomë hajtë se s'ka dert, e që kjo është ajo që dietarët kanë thonë se ai i cili ruhet gjonave të dyshimta e arrin shkallën e devotshmërisë.
e arrin shkallën e një besimtari cilësor, e një besimtari i cili me lejnë Allahut fuqiplot e merr kënaqësinë e tij, xhella xhelalu. Prandaj, kjo është ajo thirrja e shumë thirrje të tjera, të cilat Zoti fuqiplot na i bën me shpejtu drejt faljes së tij dhe drejt xhenetit, cilin e ka përgatitur Allahu për besimtarët, për besim drejt, për ata cilët e besojnë Allahun dhe nuk i përshkruajnë shok, për ata cilët e dojnë Allahun me zemër, për ata cilët japin besën Allahut, nuk e thejnë dhe nuk i nënçmojnë dhe nuk i poshtrojnë vëllezërit e tyre besimtarë. Dhe nuk kanë nërskomsa me zveti, nuk ju vendosin, nuk i qesin tralltina, nuk e qet trallti vllahun e vet. Nuk e qet. Çka do të qoftë ajo e kësaj dynjaje jo se ka dhënë besën Allahut, se ka me u llogarit për Allahut, edhe nuk e thën besën me Allahun. Dhe shpreson në faljen, në mëshirën e Allahut dhe në xhenetin e tij xhella xhelalu. Ai Allahu na falt e na mëshiroft e na bëf prej atyre që shpejtojmë drejt tij me punë dhe vepra të mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Për fund të dashur vëllezër, Allahu thot në Kur'an: "O mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Çka është kjo botë, thot Allahu fuqiplot? Kjo botë nuk është diçka tjetër përveç se një kënaqësi e cila i mashtron njerëzit. I mashtron njerëzit. Mashtrues kënaqësi e përkohshme. Kënaqësi e përkohshme. Tregon njëri thot: "Nuk e kom besu hoq", thot, "pse vje puna kështu." Ha? Thot, kur isha dikur mosh 3, i kisha disa fëmijë, dhe ishan në atë forcën, atë energjin e punës edhe aktivitetit, edhe fëmija u rriqin, u knaqësha me ta, knasi e madhe. Por nuk e kom dit, pse vjen kjo dit edhe mbes pa fëmijë. Shku në gërbet djemt, e qika të martun, e unë e mbeta vetën. Shkoja e knasi, sot jam i thyrë, subhanallah. Prandaj Allahu po thot: "Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Krejt knasia kësaj botë është e përkohshme, është ajo e cila është mashtruese. E ai që e ndan jetën e vet, e në vazhdimsi e ushqen besimin e vet me Zotin fuqiplot, edhe ka në nështrimin, edhe lyp knasin tek Allahu, edhe me punë e me angazhime, vallahi nuk do të dëshprohet, sepse Allahu nuk do e lën me u dëshpru. Nuk do e lën me dëshpru. Kini kësi shembuj sa doni. Sa doni kini kësi shembujve. Vallahi kini shembuj sa doni. Sepse ai i cili e ka besuar Allahun, e ka besu ditën e gjykimit, e i bjen Allahut në sejdë, ai nuk e lën babën edhe nanën dhe vetmuar. Nëse smujt me najtu e merr me veti, ose krejt i lën për hir të Allahut edhe vjen, e rrin me ta. Kjo është, a e do knasin Allahut? Po. Atëherë është knasia ati që do të merret, e do të jetë knasi e përhershme, nuk do të jetë mashtruese. E çdo kush që ka hyrë në rrugë të këqija, Allahu me mëshirën e vet ta largoj nga ajo rrugë dhe nga ato rrugë të këqija dhe të liga, sepse ai xhella xhelalu është i cili ka fuqi mbi çdo fuqi tjetër. Lusim Allahun fuqiplot që të na fal, e të na mëshiroj neve, të i fal dhe të i mëshiroj prindrit tanë, e ta fal e ta mëshiroj edhe çdo besimtar dhe besimtare ditën e madhe kur do dalim para tij për të dhënë llogari.